TikToku I vjetër dikush ka pyet kush është Ehli Beiti. Ehli Beiti është familja e profetit. Nga Ehli Beiti do ta gjeni Islamin burimor, Islamin të cilën e ka predikuar vetë profeti Muhammed me familjen e tij të mrekullueshme, me 12 imamat e pagabueshëm, pastër, të shenjët. Prandaj, për të pasur ma shumë dituri për Ehli Beitin, mund të kaloni te kanali im në YouTube Iqbale Huduti, Iqbale në realitet me kë, dhe shkoni në playlist, aty e keni një etiket shkruan Ehli Beiti dhe I keni mëse 50 video që unë I kam bë dhe ju falenderoj shumë nëse ma bani subscribe, follow. Keni ata që nuk e njohin Ehli Beitin, ata nuk e kanë njoft fen islame. Ehli Beiti është një burim I fesë islame. Ehli Beiti janë familja e profetit. Ata janë 5 antar. Vetë profeti Muhammed, vajza e tij Fatimetu Zehra, Imam Hasani, Aliu, Hasani dhe Hyseini. 5 persona e bëjnë një grush të fortë të islamit për ta shpërnda dijet kuranore, dijet e pastërta hyjnore. Prandaj të nderuar miq, kudo që e shkruni fjalën Ehli Beit, keni me gjetë vetëm fjalë të mira, asnjë fyerje, asnjë sharje. Faleminderit Çamile. Çamile do me thënë e përkryer, insani kamil, emrin e pas këtë bukur. Kush është Fatimetu Zehra? Erdin, Fatimja është Fatimetu Zehra, për ndryshe emrin e ka pasur Fatime, por profeti prej dashnisë që ka pas për Hazreti Fatimetu Zehran, pra bijen e tij të vetme, s'ka pas as djalë as çika tjera, të gjitha I kanë ndru jetë dhe ka mbetur vetëm Fatimja, pra është bija e profetit, të cilës prej respektit të madh që ka pas profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, ajo kur ka hyrë brenda në dhomë, profeti është ngrit në këmbë dhe e ka ulë në vendin e tij, pra në vendin e profecisë. Pra është vajza e profetit, e cila është përuruar në Kur'an me lindjen e saj, pra kur ka lind Hazreti Fatimetu Zehra, selamullahi alejha, faqja e Zotit qoftë mbi ta, kur njerëzit në vend se ta përuronin profetin Muhammed për lindjen e vajzës, ata I thanë huvel abtar, ti je farsosur, sepse atëherë nuk janë çmuar burrat të cilat, baballar të cilat nuk kanë pasur djem. Por Allahu deshi që profeti Muhammed, emri I tij të mos harrohet përmes vajzës së tij, Fatimës, të cilën e ka quajtur Zehra, e ndritur, pra Fatimetu Zehra, Fatimet Mukaddes, e qiltër, Fatimetu Rejhan, Fatime lulja ime, gjithmonë prej dashnisë madhe që ka pas profeti Muhammed, gjithmonë vetëm Fatime kur nuk e ka thirrë, po Fatimetu Zehra, Fatimetu Batul, Fatimetu Rejhan, e tjera. Fatimetu Mukaddes, ajo që ka. Prandaj, edhe për Fatimetu Zehran, kush dëshironi të dini, ju lutem kaloni në YouTube kanalin tim, këtu në bio të TikTokut, kur është nën foton time, nën emrin tim, në TikTok, edhe te I vjetri, edhe te I riu, në TikTok, nën emrin tim, aty e keni pra bio, vetëm e shtypni www, shkruan kanali im në YouTube ju lidh, dhe aty e keni Ehli Beiti.